një rast sui generis, domethënë, por është e pritshme, jo në të përmasa, por është e pritshme. Kemi një humbi të thellë të partive opozitare në Kosovë. Çfarë tregon kjo? Opozita në Kosovë nuk parajson ndryshimin. Ka një postulat në politikë dhe në historinë politike të bozë në studimet mbi politikën. Opozita nuk fiton kurrë, por nuk parajsoi ndryshimin. Pra njerëzit duhet thonë që po, kjo opozit, X-i, Y-i, Y-u, Alfa, Beta, Zeta, çfarë mund të jenë, e parajson apo ndryshimin. As Bedri Hamza, as Lumir Abdigjiku, as Ramush Haradinaj, dhe askush tjetër për thërmijave të vogla në opozit, nisma apo të tjerë, nuk parajsojnë ndryshimin, nuk janë në mendjen e kosovarëve, qytetarëve shqiptarë të Kosovës, forca që parajsojnë ndryshimin. As PDK që ndryshoi liderin, se dikush mund thotë me të drejtë. Nga zoti Krasniqi shkoi në Bedri Hamza. Ndoshta Bedri Hamza ka rrit lloj barrie, mund të kishte rënë më poshtë rrezik. Pra ka qenë digë e vogël për të mos krijuar një rrjedhë edhe më të madhe, por nuk ka parajsuar ndryshimin. Ai mund të jetë dhe është në gjykimin tim figurë e respektuar e politikës kosovare, por kaq nuk mjafton, mund të ishte respektuar, por nuk je ndryshimi. Nuk je zgjidhja që duan njerëzit në atë moment caktuar. Çfarë duan njerëzit? Po duan lider më të fortë, më të besueshëm, më të qëndrueshëm. Njerëz cilët ata mund të besojnë fatin e tyre. Shiko, tash kjo është më bëhet shumë i komplikuar, po në përgjithësi njerëzit duan dikë që ata mendojnë që i kanë hallin. Që ai kanë sinqerisht hallin, ju ai kanë hallin me llafe. Ju ai kanë për qëllimet e veta. Që shiko, njerëzit janë pajisë që i besojnë unë dhe e thon tjerë më dilu se unë me inteligjencë emocionale. Edhe kjo i jep mundësinë kujdo, qoftë ai bujk i thjesht, berber, profesor, inxhinier, mjek, diplomat, ku di unë, ambasador, çfarë mund të jetë ai të kuptojë nëse politikani e ka seriozisht, ma qenë halli seriozisht, ka karakter të fortë, ka leadership fort, apo është një njeri i dobët, apo është një njeri që bën lojra politike, apo është një njeri që ka interese personale, mbron interese personale, me radhë, shumë janë disa, por njerëzit e kuptojnë këtë gjë. Kështu që janë perceptuar nga qytetarët e Kosovës, qartësisht, edhe Abdigjiku, edhe Hamza, edhe Haradinaj, tje si njerëz që nuk parajsojnë ndryshimin, ndonë se tash mund të jenë politikanë të respektuar. Edhe për historinë e tyre politike, të paktën Haradinaj po edhe Bedri Hamza, janë të respektuar për historinë e tyre politike. Se Abdigjiku nuk është se ka një histori politike domethënëse që thosh që ka bërë një gjë që mund të mbahet mend si lider që mund të rezervohet një respekti të caktuar nga qytetaria apo nga njerëzit e të vendcaktuar. Po me dy fjalë është humbja e thellë e opozitës, më shumë se ai fitore e vetëvendosjes. Sidomos te LDK-ja ndjehet deri në këtë moment, po do shohim ndoshta edhe vazhdim. Edhe LDK-ja ka qenë pak shumë në një trend ose në një kurs rënie të lirë relativisht prej 4-5 vitesh. Edhe nuk e lexoj dot këtë lloj situate, edhe PDK-ja nuk ka qenë mirë. Unë mund të bëj një ajustim sikur të tha dhe juve, nuk rezultoi asgjë më shumë se kaq edhe jemi këtu. Por të paktën ky lajmi i mirë është ky. Në Kosovë do kemi qeveri. Në Kosovë do kemi stabilitet politik, edhe kjo tollovia, kjo kriza e pa shpjegueshme, e pa imagjinueshme dhe e shëmtuar, me thënë drejtën, e disa mujore, kur parlamenti mblidhet të herë në 2 ditë dhe në seancat pafundme, duke u bërë dhe gazi botës, mbi 60. Po mbi 50, duke u bërë dhe shqetësimi real i një vendi i cili ka probleme të jashtëzakonshme, sepse është proces shumë vështirë politik, geopolitike me radhë. Sigurisë, po. Ajo do marrë fund. Pak do marrë fund dhe do kemi një qeveri qëndrueshme e cila do përballet me sfida që do përballet dhe do matet me gjëra që do matet, po do kemi qeveri. Kjo është lajmi vetëm i mirë dhe shumë i mirë. Zoti Peka, çfarë shihni ju laj gjitha dhe ndoshta për ta kaluar topin te zoti Çeku që ju drejtoi edhe një pyetje.